Raporti i dy vektorëve bashkëvizor. Kemi vektorin B të barabartë me 4A, do me thënë kemi shumëzuar vektorin A me numrin 4 dhe kemi marrë vektorin B. Është e qartë që gjatësia e vektorit B është me modulin e 4-ës herë modulin e A-s. Kemi të bëjmë vetëm me 3 numra. Prandaj shkruajmë gjatësia e B-s përmbi gjatësinë e A-s baraz me 4, ose B përmbi A barabartë me 4, sepse i kemi me drejtim dhe me K të njëjtë, me që 4 është pozitive. Këtu kemi raportin e vektorit B me vektorin A që del numër. Raporti i dy vektorëve bashkëvijor dal kërka numër. Këtu kemi vektorin C me -3 herë vektorin A. Gjatësia e C-s me modulin e -3-shit herë gjatësinë e A-s. Moduli -3-shit është 3, gjatësia e C-s përmbi gjatësinë e A-s është 3. Vektori C përmbi vektorin A është i barabartë me -3. Edhe këtu dy vektor bashkëvijor, por janë me K të kundërt këta vektor, kështu që del C përmbi A-ja e barabartë me -3. Nga këto dy shembuj nxjerrim përfundimin që raporti i vektorit B me vektorin A është një numër K, kur vektorët A dhe B janë bashkëvijor, pra me drejtim të njëjtë. Numri K është pozitiv në qoftë se A-ja dhe B-ja janë me K të njëjta, numri K është negativ në qoftë se A-ja dhe B-ja janë me K të kundërta, dhe moduli i numrit K është i barabartë me gjatësinë e B-s përmbi gjatësinë e A-s. Edhe njerë, raporti i dy vektorëve bashkëvijor është numër dhe duhet patjetër që vektorët të jenë bashkëvijor. Shembull, në trapezin ABCD jepet gjatësia e AB-s 10, gjatësia e CD-s 4, shprehni CD nëpërmjet AB-s. K-ja është e barabartë me CD përmbi AB. Numri K në vlera absolute është i barabartë me modulin e CD-s përmbi modulin e AB-s, e barabartë me 4 përmbi 10. Moduli K-s del i barabartë me 4 të 10-at ose 2 të 5-at. Por vektori CD, vektori AB janë me K të kundërta, kështu që numri K është i barabartë me -2 të 5-at. Dhe shkruhet vektori CD është i barabartë me K herë vektorin AB, sepse kështu ishte kërkesa, vektorin shprehni thoshte CD nëpërmjet AB-s. CD-ja është i barabartë me -2 të 5-at e AB-s. K-ja pra CD përmbi AB. Pika e dytë, gjeni BA përmbi DC. Ky është një numër K. Gjatësia e BA-s përmbi gjatësinë e DC-s e barabartë me modulin e K-s. Që këtu moduli i K-s ose vlera absolute, si e quajmë ndryshe, gjatësia e BA-s është 10, gjatësia e DC-s është 4, baraz me 5 të 2-tat, që këtu BA DC janë vektor me K të kundërt, K-ja baraz me -5 të 2-tat, kështu që BA përmbi DC baraz del numri -5 të 2-tat. Ushtrim me zbatimi. Në drejtës janë marrë pikat A, B, C të tilla që AB-ja është 2 cm,
BC-ja është 3 cm, gjeni numrin K të tillë që AC-ja është e barabartë me K herë AB. K-ja është me gjatësinë e AC-s përmbi gjatësinë e AB-s. Gjatësia e AC-s është 2 edhe 3, 5 përmbi gjatësinë e AB-s e kemi 2, K-ja baras AC-ja dhe AB-ja janë me K të njëjta, është 5 të dytat. Do me thënë, AC-ja është e barabartë me 5 të dytat e AB-s. BC-ja e barabartë me K herë AB. BC përmbi AB në gjatësi varas me K në modul. BC-ja është 3, AB-ja është 2 dhe BC-ja dhe AB-ja janë me K të njëjtë, kështu që K-ja baras me 3 të dytat dhe BC-ja e barabartë me 3 të dytat e AB-s. BA-ja baras me K herë AC. Gjatësia e BA-s përmbi gjatësinë e AC-s e barabartë me modulin e K-s. Gjatësia e BA-s është 2. Gjatësia e AC-s është 5, e barabartë me modulin e K-s. Tani BA-ja, AC-ja janë me K të kundërt, kështu që K-ja del minus 2 të pesat dhe kemi BA-ja e barabartë me minus 2 të pesat e AC-s. Pika O është pikë prerja e diagonaleve të paralelogramit ABCD. Gjeni vlerën e x-it të tilla që AB-ja e barabartë me x herë CD. AB, CD. AB-ja ne mund ta shkruajmë, është e barabartë me minus CD-n, janë me K të kundërt. X-i deli barabartë me minus 1. AC-ja, OA-ja, AC-ja, OA-ja është me K të kundërt. Do me thënë, AC-ja është e barabartë me minus 2 OA, x-i deli barabartë me minus 2. OC-ja, AO-ja janë me drejtim të njëjtë, OC-ja është e barabartë me AO-n, drejtimi njëjtë, K i njëjtë, gjatësia e njëjtë, x-i i barabartë me 1. Për çvlerat të parametrit K, janë të vërteta barazimet AB plus CD plus BC barabartë me K që shumëzon DE plus EA. Këta i shkruajmë me vetinë e ndërrimit AB plus BC plus CD. Ndërruam vendet e këtyre dyjave. Tani i kemi AB plus BC plus CD jep AD-n. Varas nga ana tjetër K herë DE plus EA jep DA. Fillon te D-ja, mbaron tek A-ja. Pra AD-ja me DA-n ne e dim që është e barabartë me minus DA-n. Janë vektor të kundërt. K-ja del e barabartë me minus 1. CA plus BC plus AB barabartë me K herë BA plus AC. CA e shkruajmë plus AB, bëjmë ndrimin AB, plus BC e barabartë me K herë
BA plus AC fillon të B-ja, mbaron të C-ja, jep BC-n. CA plus AB plus BC jep vektorin CC ose vektorin 0. K herë BC. K-ja 0. K herë BC. K-ja baraz me 0. K-ja është numri 0. Që mund të thoni për pikat ABC nëse vektori CA i barabart me minus CB? Po vëm pikën këtu. CA-ja, po bëjmë figurën, me minus CB-n. Atere tregon që pika C është mesi i segmentit AB. AB-ja është e barabart me 2AC. AB-ja është 2AC. është me dyfishin e gjatësisë së vektorit AC. Pra, pika C është prapë mesi AC baraz me CB. Në trapezin ABCD jepin AB-ja 7 cm dhe CD-ja 4 cm. Që mund të thoni për ken? Ka vend barazimi. Pra sa duhet jetë K-ja që AB-ja baraz me K herë DC. Shkruajmë AB përmbi DC e barabart me K. Gjatësia e AB-s, AB-ja dhe DC-ja kanë kahet të njëjtë. Pra K-ja është pozitive. Gjatësia e AB-s është 7. Gjatësia e DC-s është 4. Edhe K-ja është pozitive. K-ja doli 7/4 dhe AB-ja themi është i barabart me 7/4 e DC-s. CD-ja tani, AB-ja janë me katë të kundërt, K-ja këtu duhet dali negative. CD në gjatësi përmbi AB në gjatësi është i barabart me modulin e K-s. 4 përmbi 7 e barabart me moduli K-s. Me qënë se këto janë me katë të kundërt, K-ja negative thëm, K-ja minus 4/7. Pra, CD-ja dele barabart me minus 4/7 e AB-s.